nderuar teleshikues dhe mirë se vini në radio televizionin Ora News. Së bashku do të jemi si çdo ditë në mbrëmje në emisionin Ora Sport Debat. Do diskutojmë mbrëmjen e sotme me të ftuarit e mi për javën e 9 në kategorinë superiore. Janë zhvilluar të gjitha ndeshjet, 7 takimet, kemi pasur 3 ditë futbollistike, një fundjavë e mbushur me futboll, me ndeshje, emocione dhe me gole që ka nisur ditën e premte dhe ka përfunduar ditën e sotme. Po ashtu do diskutojmë edhe për javën e 10 në kategorinë e parë, kemi edhe pamje të ndeshjeve në këtë kategori mjaft interesante, aty gola, emocione dhe klasifikim mjaft interesant. Ftuar mbrëmjen e sotme janë Alfred Zjaj, antar i komitetit ekzekutiv në Federatën Shqiptare të Futbollit, ish futbollist i njohur. Mirëmbrëma zot Zjaj. I ftuar është Tami Kona, kolegu im gazetar sportiv. Mirëmbrëma Tami. I ftuar është Jetmir Alilaj, kryeredaktor i Panorama Sport. Mirëmbrëma Jetmir. Dhe kemi të ftuar 2 nga futbollistët e kësaj jave, për sa i përket terrenit, lojës së luajtur, Jetmir Sefa, futbollisti i Kastriotit, autori golit fitores ndaj Dinamos. Mirëmbrëma Sefa. Dhe Nexmedin Selimi, sulmuesi i skuadrës Laçit. Mirëmbrëma Selimi. Mirëmbrëma. Do të shohim tani grafikisht me një rezultatet e javës së 9 në Superligën Shqiptare. Ka kaluar pothuajse 1/3 e kampionatit, me të vërtetë është një klasifikim i ngjeshur dhe mjaft interesant. Do të shohim Dinamo Kastrioti ditën e premte 0-1, Laçi Kamza 1-0, në ndeshjet e premtes janë zgjidhur me vetëm nga një gol. Më pas kemi Apollonia Vllaznia 1-4, Poger Shkodran në Fier, Bylis Pogradeci 1-0, Skënderbeu Flamurtari 2-1, superndeshja e kësaj jave ditën e shtunë në Korçë. Tomori Tirana 0-1 sot. Dhe Teuta ka fituar sërish ndaj Shkumbinit, ka fituar ditën e sotme 2-1 në Peqin. Do të shohim tani grafikisht klasifikimin. Kemi klasifikimin e plot pas javës së 9 në Superligën Shqiptare. Kryeson Teuta në kuotën e 22 pikëve, me të vërtetë një ecurim breslënse e skuadrës dursake, 7 fitore, 1 barazim dhe vetëm një humbje. Më pas kemi Tirana 20 pikë, Kastrioti 18, Flamurtari 16, Laçi 15, Vllaznia dhe Skënderbeu me nga 14 pikë, 13 Kamza, 11 Bylis, 10 Pogradeci, 9 Shkumbini, 8 Apollonia, 4 Tomori dhe është Dinamo në vend fundit në kuotën e -1 pike edhe për shkak të penalizimit nga FIFA. Ndjekim tani materialin e parë dhe më pas do të fillojmë diskutimin. Ka qenë superndeshja kësaj jave në Korçë, Skënderbeu mposhtë Flamurtarin 2-1, një ndeshje që ka pasur gjitha, por do diskutojmë mbasi të shohim materialin. Në ndeshjen kryesore të javës së 9 të kampionatit kombëtar midis kampiones në fuqi Skënderbeut dhe nën kampiones Flamurtarit, përsëri protagonist bëhet gjyqtari. Gabimi trashanik i Federatës dhe Komisionit Drejtues të Garave për të caktuar një arbitër amator për të drejtuar ndeshjen kryesore të javës pasohet nga ajo që pritej. Gjykimi i pasigurt dhe me gabime i gjyqtarit Edvin Hoxha, i cili mund të themi se mban përgjegjësinë kryesore në rrjedhshmërinë e kësaj ndeshjeje. Loje e bukur dhe e fortë për të dyja skuadrat, me rast të shënimi në të dyja portat. Xhafaj, Muzaka e Shkëmbi ishin vazhdimisht në kërkim të golit dhe vun presion në portën mike. Ndërkohë që Lena Hyssa në sulm e Shtubina me Progni në mesfush u munduan që gjatë gjithë kohës të krijonin zhurmë përpara portës së shehit, i cili u bë protagonist kryesor në shpëtimin e disa rasteve të pastra për shënim. Hyssa provoni parën në minutën e 8, por shehi grushton mjaft bukur. Rada sigjuan drejt portës vlonjate, por Moçka pret në pozicion. Rasti i parë i vërtet është në portën korçare, minuta e 18 dhe Lena godet traversën. Hyssa kroson në zonë dhe aty Lena është fantastik me roveshatën e tij, por për fat të keq topi përfundon në traversë dhe më pas Bërkiç gabon në mënyrë fatale, duke mos e shtyr dot në rrjet. Në minutat shtesë të pjesës së parë vjen dhe vendimi më absurd i takimit, kur gjyqtari Hoxha akordon një penallti në favor të Skënderbeut, kur topi nuk u prek as me dorë dhe nuk u shkaktua faull ndaj asnjë lojtari të Skënderbeut, në rastin konkret sulmuesit Xhafaj. Me shumë të drejtë, drejtuesit e Flamurtarit e kundërshtuan vendimin e padrejtë të gjyqtarit Hoxha, por aty filloi edhe acarimi i lojtarëve dhe drejtuesve të të dyja palëve. Në gol, penalltinë e shndërron kapiteni Bledi Shkëmbi, Ditmar Bici dhe Daniel Xhafaj më syjnë drejt stolit të Flamurtarit. Drejtori teknik Pajtim Lushaj dhe qendërmbrojtësi Skënderbeut Bici përjashtojnë nga loja me kartonat të kuq. Përfundon pjesa e parë pas 10 minutave të shtyra nga trazirat midis të dyja palëve. Fillon pjesa e dytë si e para me sulme të shpejta dhe miqtë me anë të Shtubinës shënojnë golin e barazimit, një gol spektakolar i mesfushorit Shkodran. Vendasit, edhe pse me një lojtar më pak, krijuan presion ndaj kundërshtarit dhe shënojnë golin e avantazhit me anë të Igli Almuçës,
në gjysmë harkun e kësaj pjese, duke përfituar edhe nga dalja e gabuar e portierit Moçka. Në vazhdim, miqt sulmuan, vendasit u mbrojtën dhe me vonesat shumta e ndërimit e kryera, rezultati nuk ndryshoi. Përfundoi 2-1 për Korçarët në ndeshjen ndaj vlonjatëve, një ndeshje që i kishte të gjitha: spektaklin, tensionin, rastet, kartonat, gabimet arbitrare dhe shohun në shkallët e stadiumit. Ka një problem me ultrasit e skuadrës korçare. Kemi këtu si studio, zotë Zjai ndoqën materialin, një ndeshje që i kishte të gjitha. Ishin të pasqyruar edhe në material? Unë do të them vetëm kaq, domethënë që sporti është sport dhe nuk duhet ngatruar me gjëra të tjera. Dhe në këtë ndeshje, domethënë, ishte në mënyrë artificiale loja e arbitrit, i cili duhet gjykuar fort dhe mirë. Pse? Se Vlora e kontestoi arbitrin, ka 2 javë që e konteston arbitrin, i cili nuk duhet jetë, dhe arbitri ishte. Dhe ai futi tensionin e lojës. Dhe tensioni ishte, domethënë, tension artificial në lojë, i cili, domethënë, krijoi një penallti pa dashje, që donte ai vetë ta krijonte penalltin, se priti rastin dhe donte ta krijonte penalltin. Ndërsa pjesa e dytë ishte një pjesë, domethënë, e cila ishte u dominua na Vlora, po ishte, domethënë, Korça ishte e cila fitoi. Dhe ndoshta i takon fitoria e Korçës. Mund të themi që fitoi me merit mbas asaj pjese dytë që luajti me 10 lojtar. Po një gjë është që arbitrimi u bën, nëse pjesën e parë ishin 11-11, në pjesën e dytë ishin 13 ose 12 me 11, se ishin dhe 3 arbitrat ishin pro tyre prap, se ndërprisin lojën mes të fushës dhe domethënë po Vlora ka dhe problemet e saj, të cilat duhet gjykuar, dhe problemet e Vlorës, nuk duhet të jetë domethënë shumë e pakënaqur në kjo ndeshje. Përveç penalltis, Vlora nuk duhet të jetë e pakënaqur në kjo ndeshje. Jetmir? Jo, Zjai thotë me drejtë që arbitrimi ose arbitri u bë faktor në këtë ndeshje, por unë mendoj që është diçka, nuk lindje problemi i arbitrimit ose i arbitrit vetëm në fushë. Vetë Zjai thotë që vlonjatët kishin rreth 2 javë që kontestonin gjyqtarin, kishin bërë dhe një kërkesë zyrtare për të mos shkuar ky arbitër, dhe ishte ky arbitër, por nuk është faji vetëm i këtij. Ka dhe një kas drejtuesish të sektorit arbitrimit, thotë Zjai, që merren me përcaktimin, dizenjimin e arbitrave, të cilët, dhanë një shpjegim për këtë që ndodhi, deri diku qëndron, por ata janë të detyruar të rrinë gjithë javën me laps dhe letër në dorë, dhe për super sfida ose për ndeshje të këtij niveli, të kësaj kategorie, duhet të përllogarisin gjithnjë që të kenë disa rezerve dhe të kenë disa emra të disponueshëm, emra me peshë, me eksperiencë dhe pse jo arbitra ndërkombëtar. Nuk mund të thotë tash shefi i gjyqtarëve që Jemini, po e marr si shembull, për shkak se kishte arbitruar Skënderbeun javën e kaluar, nuk mund të arbitronte. Me rregullore ka drejt. Por zotëri ti je i detyruar që të rrish me laps në dorë, që Jeminin të mos e konsumosh një javë më përpara, por ta lësh Jeminin dhe çdo tjetër të kalibrit Jeminit, po e marr si shembull gjithnjë, që ta lësh por ta pasur në dispozicion ose të kesh mundësi zgjedhje për një ndeshje si kjo. Sepse po vajte me këto justifikimet apo me këto, domthonë të fillosh të driblosh ose të nxjerrësh motive nga më ndryshme që se vura këtë për këtë arsye, se vura këtë, sigurisht, jo gjithmonë do kënaqen tekat e klubeve. Tekat e klubeve nuk mbarojnë asnjëherë. Duhet të thonë që flamurtari kishte bërë kërkesa për të evituar Enea Jorgji. Këto janë ca kërkesa ekstra, por kur këmbgulet kaq shumë për një arbitër, sektori arbitrave ka për detyrë që në kësi ndeshjesh të vërë gjithnjë njerëzit më të mirë, më të aftë, që edhe vetë në një farë mënyrë dalë larë. O zotëri, ky është arbitri më i mirë, ky është ansori më i mirë, ky është ndeshja kyçe e kësaj jave dhe ne vëmë më të mirë. Tani se dështon ai, nuk mund t'i bëjmë gjitha vetë, por ama bëj zumetin deri në fund. Tami e nisëm direkt me gjykimin. Pikërisht jo, normalisht të vjen keq në kryendeshjen e Superligës,
Normalisht gjyqtari bëhet ne fillojmë diskutimin këtu me gjykimet, sigurisht që gjykimet në kampionatin shqiptar, në momente se caktuara lënë shumë për të dëshiruar. Por unë do thoja atë që tha Jetmiri që Federata Shqiptare e Futbollit, më sa kemi kuptuar ne edhe në kampionatin që kaloi, ka lënë të kuptojë që nuk mund të ndryshohen gjyqtarët, domethënë në momentin që kur hoq shorti, domethënë që ka momentin që është hedhur shorti, edhe binte me short dhe klubet nuk kishin çfarë të diskutonin më. Por tani, për të mos plotësuar tekat e njërit, ku do bëhesh një çorp që një klub do thoshte duam këtë, një klub do thoshte që nuk e duam këtë, faktikisht në kryendeshjen e Superligës, një gjyqtar normalisht kontestohet nga skuadra e Flamurtarit, me të drejtë pa të drejtë, këtë gjë e di Flamurtari, ne nuk mund të bëjmë avokatin as Skënderbeut as gjërët, ne thjesht aty që mendojmë e themi, por unë do të thoja që Federata ka lënë të kuptojë që nuk do të ketë kurse si në momentin që caktohet një gjyqtar, nuk do të ketë ndryshim të këtij gjyqtari. I vjen mirë një klub, i vjen mirë një klubi, si vjen mirë klubi tjetër, normalisht kjo gjë tani ai ishte kjo kryendeshja e javës plus. Jam shumë dakord me ju, nuk po të kundërshtoj. Ai është arbitri më i mirë i Federata ka lënë arbitër ndërkombëtar. Federata ka lënë të nuk kuptojë. Unë jam antar i federatës. Dhe unë po të them kaq, që në ndeshjet kryesore dhe ndeshjet të cilat kanë kontestime, duhet se s'bën dhe ne të mblidhemi mirë dhe të jemi serioz. Të jemi serioz në të cilët të themi tjerëve, domethënë palve, që bëni garën. Në qoftë se ata kanë kundërshtim me garën dhe janë ndeshje decizive ishte kjo. Dhe ishte ndeshje tensionuar, ishte ndeshje me shumë ti e di domethënë se ka një javë gjys, 2 javë. Unë kuptoj shumë mirë, unë po them, thashë nuk po bëj këtu avokatin e federatës, nuk po bëj avokatin e klubeve. Avokatin e federatës e bëj, po ti e mo bu, se jam unë në federatë. Dakor, unë jam kryesin e federatës. Por komiteti nuk zgjedh arbitrin e ndeshjes Skënderbeu Flamurtari, apo jo? Po ka një sektor garash, ka një sektor arbitrimi që e zgjedh këtë. Po kush i ka zgjedh ata? Ai kemi zgjedh ne. Atëherë tash do të fal, Ziaj tash do të mblidheni ju që të caktoni gjyqtarin e federatës e ndeshjes. Tash nuk do mblidhet komiteti për të caktuar gjyqtarin e kësaj ndeshje, se ne po zgjatemi kot me këtë. Kjo është një diskutim që unë thash. Nuk tani. Më fal, nuk doja të kundërshtoja. Unë lutem edhe një herë tjetër. Të lutem. Jo, më fal nëse nuk po. Jo, të lutem edhe një herë tani, të lutem. Dakor. Fredi po thot kaq. Ne si federat kemi për detyrë që ta ajustojmë gjitha problemet që ka Federata Shqiptare e Futbollit. Dhe neve mund të mblidheshim ose sekretariati i federatës ose të gjitha ata të tjerë të mblidheshin e të thoshin çfarë do të bëjmë ne me këtë ndeshje. Dinamo është ankuar në fillim sepse e kanë arbitruar gjyqtar të nivelit dobët dhe në një moment Dinamo i arbitron te dikush, po themi dobët dhe Jemini apo Jankur gjykonin ndeshjet në kategorinë e parë. Ky arbitër unë thash këtë gjë, më thënë, kjo ishte domethënë. Jo, e kuptova shumë drejt. Do të bëhet, domethënë, Federata ka lënë thash me veten time të nënkuptoj që nuk do ndryshohet, domethënë. Nëse përcaktohet. Domethënë, nëse u kontestua këtë, do të ketë sepse në momentin që do të ndrohej ky gjyqtar, në javën që vjen, do të kontestonte Laçi, do të kontestonte Kruja. Nuk e duam këtë. Atëherë çfarë do bësh? Kupton? Kjo nuk është e mbrojta ne. Fredi ka shumë të drejtë kur thotë që duhet të lidheshim ne. Edhe ky ka shumë të drejtë, por Federata nuk e shikon të udhës që të ndroj gjyqtarin. Kaq. Tu mbaron filmin. Jetmir? Ti punon në federat? Jo. Unë punoj në federat. Dakor, unë nuk po marr rolin e federatës. Thjesht, më thash ka lënë nuk kuptoj. O tan, të lutem edhe një herë tjetër. Neve si ne të lëmë të nuk kuptojmë kemi punën. Dhe puna jon është domethënë që ne të eci federata për së mbari. Dhe federata eci për së mbari duhet të sekretariat i federatës të eci për së mbari, të ecin gjitha gjëra për së mbari. Nuk po them unë tani që çfarë lën të nuk kuptojmë neve. Pse nuk e bëri këtë ndryshim sektori garave? Se di. Këtu ka një çështje, domethënë, ose për tu diskutuar. Nëse arbitri, ka një praktikë të federatës që zakonisht në momentin që është caktuar nuk i ndryshon. Ose në rastet kur bien klubet dakord të dyja palët për një X emër dhe pastaj evitohen dhe kontestimet. Ka një çështje që mbetet për të diskutuar. Nëse sepse kërkesën Flamurtari e ka bërë 3 ditë para
ndeshjes me shkrim. Kërkesë që në fakt ishte bërë nëpërmjet rrugëve të gabuara, do çështje procedurash, nuk ishte bërë tek sektori i gjykimit, po ishte bërë te sektori gara nëpërmjet email. Ekzistojnë edhe këto. Okej, ndodhet edhe kështu. Po mirë. FIFA, në FIFA ta çojë që thjellën, po vetëm tani klubet kanë sekretar për punëse diskutojmë këtë gjë, po klubet kanë struktura ose duhet të kenë struktura që edhe këto procedurat që bëjnë, të bëjnë mirë. Ti si mendon tani, si mendon ti që ndeshja të paktën ashtu si u paragjyku ashtu doli? Si mendoj unë? Po. Do flasim edhe për futbollin e luajtur. Po flasim për futbollin, se s'po na bie radha me fol për futbollin. Jo, si u paragjykua ashtu doli. Po u paragjykua sepse ajo ishte Po çfarë penallti ishte ajo? Po mirë, hajde diskutojmë penalltin. Jo, mund ta shohim edhe penalltin, kemi momentin edhe ne nuk po diskutojmë për ndeshjen, ne po diskutojmë për arbitrin. I cili ndryshoi për moralitetin e takimin. Edhe ajo pjesë e lojës është dakord, unë s'jam kundër. Shohim kjo është moraliteti i federatës. Ky është momenti 11 metrëshit, kemi Daniel Xhafaj mes Abraham dhe Franz Veliut. Ky është momenti i dhënies 11 metrëshit. Po çfarë ka dhënë 11 metrë? Ende nuk e dim është topi prekur me dorë apo në një goditje e ndonjë futbollistit flamurtarit, por ky është momenti, me që kemi edhe dy futbollistë, Sefa si duket po themi. Më shumë jepet apo jo? Për mendimin tim sjepet. Nuk jepet. Selimi? Mendoj që sjepet. Zjaj? Edhe mendimin. Po shtur, po Bruseli për çfarë duhet të jepet? Në ndeshje të tillë ku më thënë do thoja unë që edhe në edicionin e vjetshëm, po në këtë ndeshje ka qenë një penallti shumë e dyshim, por ajo që ka shpëtuar Skënderbeun do thoja unë në këtë ndeshje, për mendimin tim, është që rezultati mbas ndeshjes 1-0 mbas kësaj penalltie do thojë është barazuar. Skënderbeu pjesë e dytë ka luajtur më mirë. Fitoi edhe me 10 futbollistë. Edhe pse ka qenë me 10 lojtar, ndoshta kjo e bën këtë që të quhet pak a shumë në thonjza si kapitulli i mbyllur për sa i përket. Por që ajo nuk është penallti, këtë e shikoj domosdoshmë sepse ne akoma nuk e dim që është kapur me dorë, është dhënë për faull ndaj Xhafës, megjithatë specialist unë nuk e shikoj si penallti. Por nëse kjo ndeshje do të mbaronte 1-0, me këtë rezultat do thoja që vlonjatët kishin të drejtë të kontestonin çdo gjë. Por kjo ndeshje ka mbaruar me rezultatin 2-1. Skënderbeu ka qenë me 10 lojtar. Fitoi me merit Skënderbeu pavarësisht gjykimin tim po. Domethënë tjetër gjë është nëse diskutojmë që gaboj apo s'gaboj arbitri dhe ata që zgjodhin arbitrin, dhe tjetër gjë është themi që rezultati në fund ishte i drejtë apo jo. Në gjykimin tim Skënderbeu e meritoi, por disa elementë që nëse do kem kohë do t'i shpjegoj, Një ndeshje që do thoja unë ishte ngarkuar, ne kemi ndjekur, jemi pjesë e këtij shtypje, jemi pjesë e mediave, ishte ngarkuar që në fillim ku vetë momentet e jo të mira që po kalon të paktën Skënderbeu, të paktën domethënë është shumë larg kreut. Ishte disi një tren i fundit. Ndërkohë kjo nga krau tjetër u përforcuar dhe me një hap falc të skuadrës të flamurtarit, i cili dhe ne kemi thënë dhe vjet Barcelona ka bërë barazime brenda dhe humbje, por flamurtari dhe Skënderbeu të paktën në fushat, ndërkohë që Skënderbeu i këtij edicioni ka bërë barazime brenda, ndërkohë që nga krau tjetër flamurtari nuk e kishte hedhur këtë hap, sidoqoftë një barazime me do thoja unë me skuadrën e Apolonisë. Gjithsesi jemi futboll, nuk ka asgjë, është, më thënë, do thoja unë një ndeshje futbolli që brenda i ka 3 rezultatet. Kjo gjë bëri që në ndeshjen që duhet të ndje, unë do thoja ishte ngarkuar nga të gjitha krahat. Domethënë një hap falc i Skënderbeut, ku edhe barazimi quhej humbje, do të largohej përfundimisht nga gara për titull. Jo se Skënderbeu tani është afruar, por të paktën është më afër Teutës dhe më afër Tiranës. Nuk ka pse të lutem se nuk ka pse të justifikohet çdo gabim trashanik me ngarkesën apo me atmosferën që krijohet për çdo ndeshje. Arbitrat atë punë kanë. Për atë paguhen. Sigurisht ne themi 5. Nuk fola për arbitrat. Okej, po themi ose fola për ndeshjen e për të gjitha gabimet, për të gjitha gabimet e burr. Nuk ka pse, gjithë aty janë profesionistë, ne nuk po marrim njerëz nga grupe amatore të çdo fushe, po i fusim në një gjë që superket. Ata janë profesionistë, duhet sillen si profesionistë. 5 më shumë, 5 më pak, dakord. Po kur po pra, po këtë po themi, dhe kjo nuk i justifikon, domethënë gabimet e tyre nuk mund të justifikojnë. Për gjyqtarët i bie të bësh ja 3 emisione dhe mos mbarosh. Sepse po bëhen faktor, pra po bëhen gjithnjë më shumë faktor për jo futboll, jo të drejtë. Po mirë pra, po bëhen faktorë zotëri. Do rikthehemi sërish edhe gjykimit Sefa për futbollin e luajtur. Sezoni i kaluar keni qenë protagonist tek Skënderbeun, mos gaboj edhe në këtë ndeshje. Si keni parë ndeshjen e ditës djeshme? Ndeshja kryesore e kësaj jave i ka pasur gjitha, e thamë. Normalisht ishin ndeshje fortë, domethënë, të dy ekipet. Skënderbeu zhvilloi një lojë të mirë, domethënë, edhe medaljen e bicit me të kuq, prapë po losë mirë, domethënë, edhe arriti qëllimin të merrte fitoren. Edhe flamurtari pjesën e dytë e rriti pak lojën, por prapë nuk arriti të shënonte.
Edhe vjetë është zgjidhur kjo ndeshje, ndoshta ka vendosur titull me 11 metrësh. I diskutuar, i shumë debatuar dhe gjitha. Si e keni pritur ju sezonin e kaluar atë ndeshje? Normalisht ishte ndeshje e jetës, domethënë për ekipin e Skënderbeut vjet, edhe donte patjetër fitoria. Normalisht ai ishte një penallti më ndryshe se kjo, domethënë, edhe mund të jepte, kurse kjo penalltia që pash sot nuk mund të jepte, domethënë. Po rivaliteti që ka vazhduar ai rivaliteti, besoni se ka vazhduar edhe sezon e rivaliteti që u krijua edhe sezonin e kaluar? Normalisht po. Është edhe vazhdon, domethënë. Selimi, si keni parë këtë ndeshje për futbollin e luajtur? Ta lëm një anë atë gjykimit. Po, me lënë një anë atë gjykimit, ai penalltia mendoj që s'ishte, por Skënderbeu ka luajtur mirë edhe me 10 lojtarë kanë treguar lojë mirë dhe mendoj që Flamurtari pati 2 shanse, nuk i shfrytëzoi. Atë shansën e Bërkit që dhe një krosim të Shtubinës që Hysa nuk e shfrytëzoi edhe pastaj ishte Skënderbeu që goditi edhe fituan ndeshjen me merit. Zjaj, futbolli luajtur si ka qenë në këtë takim? Duke nisur edhe momenti parë dhënies 11 metrësh dhe më pas. Tani futbolli luajtur është futbolli luajtur domethënë edhe në arbitrat. Futbolli luajtur në arbitrat do të thotë domethënë që unë para një 3 minutash fola me këta dy çunat. Para 3 minuta se vdonte emisioni, fola me këta dy çuna dhe i thash kaq. Që na mik Jareci, që unë kam mik dhe kam shumë mik, kur do të ta nxitë ndeshjen barazim, ta nxitë ndeshjen barazim. Dhe ta ndërprisë lojën 100 mes fushe. Dhe ky miku, ky çaj quajnë Edvin Hoxha, Borin që ka qenë tani arbitër aty. Edhe ky domethënë pjesën e dytë e ndërpriste lojën sulmin e Flamurtarit Vlorës e priste 100 mes fushe. Dhe nuk binde në sy kur veje në sulm, domethënë nuk binde në sy kur veje në sulm se nuk kishte raste. E priste që aty dhe kthente lojën prapë në krahun tjetër, domethënë. Të losh futboll do të thotë ta dish mirë futbollin. Kështu që unë nuk jap garanci kësaj ndeshje. Gjithsesi, si e shikoni Flamurtarin e këtij sezoni? Me shumë ndryshime realisht? Flamurtarin e këtij sezoni nuk më intereson fare Flamurtari e këtij sezoni. Mua më intereson kampionati shqiptar. I gjithë. Mua më intereson për shembull që të lozet futboll bukur dhe mua më intereson për shembull për mua ekipi më i mirë i kampionatit shqiptar sot është Teuta, që është në krye, i cili ka bërë një stagnacion vjet, priti lojtarë të rinj, mori lojtarë të rinj e tjera, dhe sot ecën me lojtarët e saj, me grupin e saj, me ca përforcime të vogla dhe tjera. Domethënë nuk jam tifoz i Flamurtarit. Këtu, në emisione, se unë Vlorën e dua, se jam lojnjat vetë, domethënë edhe kam jetën time në Vlorë. Ja për një mendim për Flamurtarin, s'do thotë që jemi tifoza. Jo, unë kuptoj që të duket si konflikt interesi, të duket sikur si ish Flamurtar. Nuk mund të flas për Vlorë. Dakor, një mendim nga Flamurtari vjet që mund ta japësh. Është më i fortë se Flamurtari vjet. Është më i fortë se i vjeshmi. Po mirë, më këtë mendim mund ta jap. Patjetër. Domethënë që është më i fortë se i vjeshmi. Edhe pse vjet doli në kampion. Si vjet dali kampione. Dakor. Kampione. Po jo me konflikt interesi, prap, ndaj munditi. Dakor, atëherë Andi mund të thoja që është një skuadër, kurse si nuk mund të jetë si Flamurtari i vjetshëm, ky është mendimi im për vetë faktin që jo se doli skuadra ishte në kampion dhe ishte kampion, do të thënë ishte pretendente deri në fund të kampionatit, pavarësisht nga mënyra se si rodhi ngjarjet, ishte një skuadër ku në sulm kishte golxhenusin më të mirë të kampionatit shqiptar, kishte futbollista që tashmë ne e dim që janë larguar, por për të kthyer te ky Flamurtar, unë do thoja aktualisht rezervat e mia janë për portierin Moçka. Për mua mbrojtja të 4 të rreshtuar të mbrojtje, duke filluar që nga Rajovic, nga Veliu dhe dy krahët Abraham dhe Sakaj, për mendimin tim personal mund të quhet një nga mbrojtjet më të mirë të kampionatit shqiptar. Gjithsesi, unë do thoja unë që gabimet e Moçkës jo në këtë ndeshje, por në disa ndeshje të këtij sezoni, unë do thoja është për të ardhur keq, është një portier që normalisht që në moshë të re është aktivizuar te Flamurtari. Ka gjetur lutaj. Megjithatë për të kaluar në, do të thënë, them që te reparti mes fushës deri diku, po t'i referohem një ndeshje që kanë zhvilluar në Tiranë me Tiranën, unë do thoja efekti në sulm. Dakor, pa nuk kam shkuar ke sulmi. Nuk ka shkuar ke sulmi. Vazhdo të them.
Atëherë Skënderbeu Zjaj bëri një goditje, domethënë ajo shpreha popullore me një gur vret dy zoq, domethënë i mori Flamurtarit edhe golçenusin më të mirë, edhe i hoqi golat. Pavarësisht se gjërat nuk kanë shkuar mirë për Xhafan, i cili nga golat e vjetshëm duket se këtë vit akoma nuk është rikthyer. Megjithatë, Jo, e lam Xhafën se Xhafa është moshë vjetër, po prandaj. Dakor, në rregull, por do thoja unë gjithsesi do thoja unë që të paktën është një gur më pak sepse normalisht është golçenusi më i mirë. Megjithatë, do thoja unë që sulmi është ajo që çalonte skuadra Flamurtarit, domethënë siç po çalonte shumë skuadra të tjera, sepse nuk është vetëm Xhafa në kampionatin shqiptar që nuk bën gola, flas nga sulmuesit e mirë paguar, po mos harrojmë që kemi nga sulmuesit më të paguar të kampionatit shqiptar. Megjithatë, unë do thoja në këto momente ashtu si thahet Miri Bërkiç është një futbollist i cili domethënë nuk po jep asgjë, do ta thoja unë, domethënë ndryshe nga ato çka dhën ai tek skuadra e Megjithatë, do thoja kam pasur personal, më thënë në ndeshjen e zhvilluar në Durrës midis Shpresas, kam pasur Tanin Lutaj, i cili tha që të paktën ne deri në fund të fazës parë do t'ia japim shansin Bërkiçit dhe po ashtu pastaj do të shikojmë qëndrimin ndaj atij. Megjithatë, kjo gjë ka filluar pak ters për skuadrën e Flamurtarit, pasi këtë njëjta gjë i qelloi me një bullgar që vetë domethënë erdhi, domethënë u soll vetë ka Tanin Lutaj, i cili edhe ai nuk doli ashtu siç pritej. Megjithatë, unë do thoja Flamurtari është një skuadër që të paktën e ka stofin për të vazhduar më tej. Jetmir, ishte ndoshta kjo ndeshje si treni fundit për titull për Skënderbeun, po themi. Është pranuar edhe nga në gjykimin tim ishte treni fundit për disa motive. Unë mendoj që Flamurtari gaboi sërish, do të bëri një gabim të përsëritur, sepse Flamurtarit në gjykimin tim do t'i mjaftonte një barazim me Skënderbeun për ta futur Skënderbeun në një krizë ose në një presion të tmerrshëm. Për dy arsye. Spari, sepse do shkputej me kreun e renditjes, që do thotë do ishte akoma më larg nga Teuta, larg objektivave për qenë pretendent për titull. Dhe së dyti do humbiste ose do dështonte në një sfidë me një rival direkt. Për gjitha këto motive, Flamurtari nuk ishte pse tregoja që nxituar në momentin kur ishte në barazim 1-1. Duhet ishte treguar më i pjekur, sepse kampionati nuk fitohet vetëm me grind, me dëshirë dhe ndoshta edhe me pak mlef, po fitohet edhe me llogari, me laps në dorë dhe bëhen llogarit. Tash Flamurtari ndal Skënderbeun dhe e diferencon nga lufta për titull dhe e çon në Shkodër, një transfer shumë e vështirë sepse do të shohësh edhe çfarë do ndodhi më mbrapa. E çon në Shkodër me një moral jo të mirë dhe një situatë jo të mirë. Domethënë shtonte presionin tek një rival direkt. Çron si ka se Flamurtari me këtë lëvizje do i bënte nder vetes, por edhe Tiranës dhe Teutës apo dhe Vllaznisë. Domethënë nëse sfida ishte me Skënderbeun, me një lëvizje të tillë unë gjykoj dhe me pak gjak thotësi, Flamurtari, domethënë unë ta kishte vënë në probleme serioze dhe ndaj them që ky ishte treni i fundit për Skënderbeun. Të cilin Skënderbeu ka meritën, ashtu si kundër dhe vjet, por nuk po hyj asaj të vjetshmet, ka meritën që e fitoi ndeshjen, e fitoi me 10 lojtarë. Fatmirësisht nuk e fitoi pra asaj penalltie të shumë përfolur, të dyshim për të mos thënë pa qenë. E fitoi sepse shnoi një gol kur ishte me 10 vet dhe në këtë mes, pastaj, domethënë, unë gjykoj që Skënderbeu i meritoi 3 pikët dhe Flamurtari duhet ishte treguar më racional, më i ftohtë. E përsëris dhe njëherë më i ftohtë. Flamurtari shpeshherë ose ndoshta është tipike e vlonjatëve që vën zemrën para disa llogarive, por mirë është që bëhen dhe llogari ndonjëherë. Shkojmë në break publicitare dhe rikthehemi sërish. Okej, më rikthyer sërish në studio, nderuar të shikues, Sefa, Skënderbeu dhe Flamurtari në garën për titullin kampion. Ka kaluar 1/3 e këtij sezoni, po themi, si shikoni, janë sërish kandidatë potenciale edhe pse kanë pasur ndryshime të dy skuadrat. Tim po, domethënë, Skënderbeu ka grupin, edhe me Blerje që ka bërë domethënë, them që është në valle për titull, edhe pse është larg domethënë nga kreu. Dhe Flamurtari ka bërë një ekip simpatik me Blerjet dhe edhe unë mendoj që edhe Flamurtari do jetë për titull. I besoni më shumë Skënderbeut aktual apo atij të sezonit kaluar që keni qenë pjesë? Atij të sezonit kaluar. Edhe pse fitoi titullin. Selimi, si shikoni këto skuadra në garë për titull? Janë rikthyer të paktën me pikë, janë në valle, së bashku me shumë tjera. Po, janë në valle, por mendoj që ta marrim parasysh që kampionati ka si vjet vetëm 26 ndeshje dhe 8 pikë është një diferencë e madhe. Çka Skënderbeu nga vendi i parë? Çka Skënderbeu nga vendi i parë, po. Mendoj që Flamurtari është më afër. Zjaj, Selimi tha 8 pikë janë larg, apo për Skënderbeun.
Flamurtari është diçka më afër. Unë mendoj se kjo garë do t'jetë me forcë sa vjetë, se nuk do t'jetë vetëm as Flamurtari, as Skënderbeu, po do jetë Tirana, do jetë Durrësi, do jenë shumë ekipe, të cilat nuk do të tolerohet të përndeshje të tilla. Kështu që kampionatit i lihet domethënë vetëm shansi, domethënë çfarë do të bëhet. Kush do të punoj më fort, kush do të punoj më mirë, do të mund të ashtu, janë në garë gjitha. Vlora është në garë, Korça është në garë, kemi Krujën që me pikë është në garë, Kruja është në garë. Kruja është me pikë në vendin e tretë natyrisht. Janë disa ekipe të cilat janë në garë, domethënë serioze. Janë në garë serioze, domethënë të cilat nuk mund i paragjykosh dot sot. Ndryshe, unë bashkojmë të cilë, unë do thoja ndryshe nga edicioni tjetër, unë do thoja ku ne kishim në garë luftën për titull tashmë dieshe. Ishte më falë Skënderbeu, ishte Flamurtari. Domethënë, do të shkonte 2 pikë apo do të shkonte 1 pikë. Do të shkonte në Vlorë Skënderbeu me 4 pikë me atë llogaritjen e famshme, apo do të shkonte me 3 pikë ku mos ekzistonte fare, mos luhej fare ndeshje. Megjithatë, unë do thoja këtë vit, ashtu si tha Ziaj, ne vërtet po flasim dhe e meriton që domethënë më tepër duhet folur për futbollin në këtë ndeshje, por pavarësisht se ne jemi detyruar të flasim edhe për ato gjëra që të paktën e bëjnë futbollin që të jetë futboll. Megjithatë, ai topi rumbullakët është dhe e vën lëvizje edhe futbollistët, po e vën lëvizje edhe ai gjyqtar që i drejton atje. Megjithatë, do thoja unë që ndryshe nga edicionet e tjera, është një kampionat ku është rikthyer, është do thoja unë në krye Kastrioti. Është një skuadër nga më të paguar të kampionatit shqiptar, me futbollistë shumë të mirë. Dhe pa probleme pagesa, siç e tha Sefa. Do thoja është një nga skuadrat, unë do thoja vërtet pretendente. Por, sipër Kastriotit kemi Teutën, e cila me merit, plotësisht me merit, me një investim, do thoja unë që ndryshe nga kampionatet e tjera, këtë vit presidenti Asabelliu, një nga presidentët më të vjetët të futbollit shqiptar, do thoja unë ka bërë një skuadër e cila me Hasan Likën në krye dhe me Starovën drejtor teknik, unë do thoja është një skuadër që e meriton plotësisht vendin e parë. Kështu që Skënderbeu, Flamurtari dhe skuadrat që janë mbrapa, do thoya do ta kenë të vështirë me diferencën që është krijuar, pasi diferenca me 8 pikë me Kreun, ku është Teuta dhe Tirana, sigurisht bëhet fjalë për skuadra të cilat kanë emër në kampionatin shqiptar dhe normalisht kur janë në krye është shumë e vështirë që t'ja marrësh Kreun. Jetmir? Tami përmendi financat, është krijuar kjo psikoza ose ky mentaliteti në Shqipëri që skuadra që investon më shumë ka dhe më shumë shanse për të fituar titullin. Të paktën deri tani, nuk po them që Teuta nuk është investuar, por shpenzimet kanë qenë racionale, kanë qenë të ekuilibruara, pa shumë bujë, dhe po na tregon që jo gjithmonë milionerët, po i quajmë kështu, janë të favorizuar për të fituar dhe për të triumfuar në një garë, ku duhet jetë ndershme, kur bëhet fjalë për ndershmëri, se pastaj po u lut edhe jashtë fushës. Okej, aty nisim diskutojmë, po Teuta po na jep një shembull të mirë dhe mua pëlqen. Paktën deri tani mua vjen mirë që nuk flasim për gjëra jashtë fushës. Është si punë e vjetshme, domethënë. Gjithsesi kemi pasur jetë mirë për diskutuar pak, do shohim, do ilustrojmë edhe me pamje atë gjë që ka ndodhur pas goditjes së 11 metrëshit. Kemi pasur replika dhe tension, Bici është përjashtuar me karton të kuqe dhe drejtori teknik i skuadrës Flamurtarit. Çfarë mund të ketë ndodhur, po e themin? Tani palët të provokime nga njëra tjetër. Të dyja palët tani pretendojnë që ka pas provokime, domethënë njëra palë thotë provokoi, pa shkova atje tek stoli dhe reagova ashtu, tjerë thonë reagojmë ashtu. Ajo që është e patolerueshme dhe pafalshme, të paktën nga çfarë shohim ne deri, është sjellja e Bicit, djali i një personazhi të respektuar, të nderuar të futbollit shqiptar, i cili nuk ka dhaj shumë faj, edhe pse bën një gjest të tillë, sepse në gjykimin tim Bici e ka të përsëritur një shkelje të rregullores, flagrante të rregullores, dhe atëherë nuk ja hodhi paq dhe nuk vuri mend, sepse po të ishte ndërshkuar që atëherë kur goditi anësorin në Durrës, sot do ishte më i pjekur. Po atëherë ja hodhi paq dhe e bëri prap një gaf të pafalshme. Domethënë, ky djalë që ka shumë për të mësuar minimalisht nga babai vet sa i përket karakterit, vetëpërmbajtjes, gjaktësisë, sjelljes, nuk i takon një lojtari të skuadrës kampione, një lojtari të skuadrës kampione të shkojë dhe të bëjë një veprim të tillë, domethënë është nuk i takon fare domethënë. Ky është gjykimi im. Zjaj, mos gaboj keni pasur një komunikim me drejtorin teknik të skuadrës vlonjate dhe ndoshta ka dhënë ndonjë detaj më shumë. Më ka dhënë 2 detaje më shumë, domethënë, cilën e pyeta domethënë për incidentin që ndodhi.
Dhe më tha që, do me thënë, erdhi Gjafaj, i cili është blonjat dhe shmiku jonë, do me thënë. Erdhi dhe në komunikoj dhe pas ti tha vina i një gangster, thëna, brapa, tha një... Bici. Nuk e di që e qujnë atë. Ditmar Bici, është qendërmbrojtësi i Skënderbeut? Po t'jetë Bici, do me thënë, do më vi turp. Se kam parë ndeshjen, po do më vi rënd dhe turp, do me thënë se Bici është djali një futbolist dhe djali im nuk e lejoj kur në botë që të vej të shaj Agustin Kolën, apo Bicin, apo përparim Lushën, apo atë që ka sharaj. Erdi një djalë, tha, dhe erdi më shau, tha, dhe më ofendoj, tha. Se qa kishte me mua, tha, nuk e di, tha. Do me thënë, është tur për neve që të edukojmë kalamaj tanë, që të vend dhe të shajnë shok tanë. Se unë me Bicin kam lozu, futbol vetë, dhe djali im, do me thënë, nuk e pranoj kur në botë që të shaj njëna shok të mi. Me ata që kam losë në futbol, kam losë 11 vjetë ose 12 vjetë futbol në kampionatin shqiptar. Sefa, keni luajtur me Ditmarin në temperament, apo ka qenë momentale, si të themi? Më themi është momentale, në thënë. Me gjitha të i s'do të bote këtë veprim, e bërë edhe jerë vjetë në Durrës, edhe do të mësot me këtë veprim. Për mu është veprimi i gabuar, s'do të përsërisë e prapë, s'do të bote të gabim prapë. Selimi, një koment për keni luajtur vetëm në Shqipëri. Ne jemi profesionist, nuk them që s'ka edhe jashtë, që s'ndodhe edhe jashtë, por duhesh të tregohet pak më gjak ftohtë edhe mos ndodhte do të ishte më mirë. Dodhi sepse ja hodhi paqme, nuk u ndëshkuarën e kaluar. Po nuk u dogje një herë, po nuk dhëmbi një herë lëkura, kushdo qoftë çfarë do që të bësh, nuk nxë mend herën tjetër. Tani, kështu është kur disiplina ca i përkthel dhe ca i hyn me kërbaç. Ka një gjysmë që masat janë njerëzakonisht drejta, por ligji në dorën e Maligjit funksionon sipas shefit pastaj. Andi normalisht futbollisti që duhet të ruhej më tepër nga kjo gjë, domethënë ishte Daniel Xhafa. Pikërisht sot shikoja gazetat ku normalisht shkrimet u përdor, u bë si kamikaz. Tani Daniel Xhafa është një futbollist i cili ka luajtur me Besën, ka luajtur me Tiranën, ka luajtur me Vlorën, është një vdonjat, domethënë ai kurse si domethënë respektin për vdonjatët ashtu siç tha Ziaj që sot ka detyrë sot në Federatën Shqiptare të Futbollit, por domethënë nuk e mohon atë që është një djalë Vlore, është një ish futbollist i flamurtarit dhe një flamurtar i lavdishëm, por kur flasim për futboll dhe kur flasim për atë, domethënë o do të ruhesh Daniel Xhafa nga këndeshje, ku sigurisht gjërat janë të pashmangshme, ashtu si tha futbollisti që në futboll ndodhin të gjitha. Edhe futbollistët njerëz janë prej gjaku, prej mishi, ku normalisht në një ndeshje tensionuar që vërtet ka futboll, ka grind brenda, por edhe këto gjëra. Tani për Bicin kjo gjë, domethënë ishte, domethënë vetëm për Bicin duhet ndodhte sepse Bici nuk kishte lidhje me këtë punë. Domethënë Bici nuk duhet shkonte atje, domethënë nëse kishte ta bënte këtë Daniel Xhafa, shkonte atje, kishte i farë të drejtë. Kurse Bici domethënë duhet të ishte pak më, duhet kishte shumë kujdes, aq më tepër. Për vitet që ka mbi shpatull nuk duhet ta bënte. Gabim bëri që bëri aq sa bëri. Nëse e bënte Danieli, e mbante përsipër Danieli këtë gest. Futbollist tjetër nga Skënderbeu, që të paktën nuk ka lidhje me flamurtarin, duhet të ishte më i kujdesshëm. Edhe Danieli nuk do e bënte, nuk po them gjë. Por të paktën Bici, që ju thatë që është, ne thamë që është një rast i përsëritur, pavarësisht se në një ndeshje tjetër ka bërë një veprim tjetër. Por unë po them, si gest është gest i dënueshëm nga çdo futbollist, jo vetëm nga Bici. Okej, minutat ecin, do të shohim edhe ndeshje tjera, do të shohim materialet e dy takimeve të zhvilluara sot, fiton Teuta dhe Ron Kresimin, por fiton edhe Tirana me një gol të Erion Dushku. Ndjekim materialet dhe rikthehemi për të folur realisht për skuadrat që mbajnë vendin e parë dhe vendin e dytë në klasifikim. Teuta është ngjitur sërish e vetme në krye të renditjes së Superligës pas fitores 2-1 në fushën e vështirë të Peqinit. Djemtë e detit duket se nuk kanë ndërmend të ndalen dhe nëse nuk quhen as tani kandidat kryesor për titullin kampion, kjo është e tepërt. Miqët Dursak e mbyllën pjesën e parë në avantazh të 2 golave me autor Bledar Mancakun dhe kapitenin Arjan Sheta. Në pjesën e dytë vendasit hyrën në fushë më të vendosur dhe morën frenat e lojës në dorë. Iriu Luca, i futur në fushë në pjesën e dytë, do të shënonte për të kthyer shpresën në një rezultati pozitiv tek peqinasit, por këtë shpresë do ta vriste përfundimisht mbrojtësi Diop,
i larguar nga Jemini me karton të kuq. Pas këtij momenti, Teuta e pati më të lehtë të kontrollonte lojën dhe të ruante 3 pikshin. Tani më, Dursakët ngjiten vetëm në krye në kuotën e 22 pikëve duke lënë pas Tiranën. Shkumbini mbetet në kuotën e 9 pikëve. Kur ka kaluar 1/3 e kampionatit, Teuta në 9 ndeshje koleksionon 7 fitore, 1 barazim dhe 1 humbje. Teuta shpreten ende për titullin kampion dhe kjo tashmë nuk duhet fshehur. Pikë tjetër e fortë e skuadrës Hasanlikës është edhe transferta. Janë plot 4 fitore larg Durrësit, ndaj Tiranës, Apollonisë, Tomorit dhe Shkumbinit, me një fjalë të vetme, Teuta po marshon. Titulli fitohet ndaj skuadrave të vogla dhe një gjë të tillë trajneri i Tiranës, Sullian Rubio, e di mjaft mirë. Për fituar ndaj Tomorit në një fushë patatesh, siç ishte ajo e Roza Xhiut, mund të mjaftojë edhe një gol i vetëm. Këtë e ka bërë Erion Dushku, i cili i ka dhënë 3 pikë Tiranës, që ngjitet në kuotën e 20 pikëve në vend të dytë. Tomori Tirana është luajtur në Lushnjë në një terren mjaft të papërshtatshëm, ku një ditë më parë ishte zhvilluar një tjetër ndeshje. Në këtë pikë nuk mund të flitej për lojë të bukure cilësore, por vetëm për rezultat. Tirana me anë të golit me kokë të mbrojtësit Dushku ka marrë 3 pikë të plota. Pas krosimit të Gilmalikës, shtatlarti fut kokën mes Beratasve dhe shënon. Tomori ka bërë një ndeshje të mirë dhe meritonte pikën. Beratasit kontestoi një gol të anulluar në minutën e 18 të takimit për një faull në zonë. Tirana me 20 pikë mban vendin e dytë, 2 pikë larg Teutës kryesuese, ndërsa tek Tomori thellohet kriza. Javën që vjen derbi Tirana Dinamo, një derbi ndryshe nga sezonet e shkuara. Ta nisim mirë me Teutën, i numërova kur po bëja materialin, ka 4 fitore në transfert. Deri tani, nga 7 gjitha. Sigurisht 7 fitore, ju keni thënë dhe aty, më thënë 7 fitore, një barazim, një humbje. Teuta bëri një start të mirë kampionatit që në javën e parë ku mundi Tiranën. Edhe pse shpesh në Tiranë kemi parë që Teuta ka dalë shpesh fitimtare dhe pikërisht atëherë Teuta kur ishte në pozita shumë më të vështira se kaq, kur i duheshin pikët domethënë. Por unë do thoja që kjo Teuta këtij viti është një Teutë ndryshe. Ndoshta gjërat kanë filluar që në fillim të edicionit që t'jenë, domethënë në momentin që është rikthyer Hasan Lika. Unë do thoja ka gjetur drejtorin teknik që është Suleman Sarova, që siç e dim me atë katanaçën e famshëm e tij. Kam parë Teutën në edicionit të vjetshëm në ndeshje me Skënderbeun. Skënderbeu do shpalleshe kampion pikërisht dhe mund të Teutën, jo se në një ndeshje futbolli dhe shnoi gol minutë 87 por do të thoja që Skënderbeu në atë ndeshje ka pasur aq vështirësi për të mundur Teutën dhe pikërisht është mundur në limitet e fundit të ndeshjes ka ndashur 1-0 dhe në sekondat e fundit po këtë krahun tjetër ka qenë një barazim për. E them këtë për vetë faktin që Teuta pak a shumë ka ruajtur grupin e vjetshëm, janë futbollistë të rinj, normalisht nuk është një Teutë që do thoja unë me shifra milionere siç mund të jenë tek skuadrat e tjera, tek Flamurtari, tek Korça, tek Kastrioti, kur shifrat janë shumë më të mëdha, por investimi aty është bërë. Keni besim se do zgjas kjo paraqitje, kjo ecuri, sepse nëse vazhdon kështu. Do thoja kam shumë besim sepse domethënë Teuta ka treguar veten që në momentin që ka probleme vështirësie, ajo i ka vuajtur të vështirësi deri në fund. Por në momentin që Teuta është në vendet e para, unë do thoja ka treguar që edhe me futbollistë shumë më të mirë se këta, do thoja unë, më thënë, nuk them futbollistë më të mirë, po them me emra. Sepse kampionati shqiptar tashmë dihet. Nëse ne përflasim për Sefa, nëse flasim për Buzaka, nëse flasim, kampionati shqiptar këta ka. Kampionati shqiptar nuk mund të ketë Fabregas e Messi, se ata ja kemi lënë skuadrave të mëdha. Por ne gëzohemi me këta, është shumë fat i mirë që i kemi këta, por megjithatë unë do thoja këtë Teutë, edhe pse duket sikur nuk ka shumë emra, por do thoja që ato emra që ka fituar shumë eksperiencë portieri Izvani nga edicioni i vjetshëm. Ka një kapiten si Sheta, Çota, janë disa futbollista të rinj në mesfush që normalisht Osman, ndërkohë siç e thatë ju, ndërkohë që në qendër të mbrojtjes me Shetën është barkuar Osmani. Atëherë kjo Teutë që aktualisht në momentet ndodhet në vendin e parë nuk është rastisht. Unë do thoja është i Teutë që premton dhe them që do të vazhdojë deri në fund dhe është pretendentja kryesore për fitimin e titullit. Zoti Zjaj, një Teutë që kryeson me merit 22 pikë dhe drejtohet nga Lika dhe Starova që mos gaboj ju shumë mirë mund të shikonit edhe në stolin e kombëtarës. Ke lexuar intervistën time? Patjetër, diskutuam edhe. Shko Fredin. Unë po të them vetëm kaq që Teuta ka bërë atë stanjacionin që duhet ta bëjë dhe ekipi jonë kombëtar, duhet ta bëjë dhe të gjitha të tjerat. Ata vjet mbijetuan. Formuan një grup qunash të cilët si vjet
ata po kërkojnë dhe të pretendojnë. Vjetë ata, do më thënë, ishin një ekip I cili ndoshta të gjithë e mendoni se ishte Teuta, ishte për dalë nga kategoria. E te ekip e formoi Mona Sambelliu me gjithë Fred Martinin dhe e krijuan grupin e tyre dhe si vjetë ata kërkojnë të pretendojnë, do më thënë, dhe vitin tjetër do pretendojnë, do më në qoftë se do mbajnë atë grupim. Nuk dhanë as në një shpenzim të jashtëzakonshëm vjetë, as në një gjë tjetër, po vetëm dërtuan një skuadër. Dhe dërtuan stanjacionin e tyre, do më thënë. Këtë që duhet bënde, thash dhe një tjetër, ekipi jonë kombëtar me kohë. Po e pas kemi në shembullin. Me Bariçra, Se bëjmë në ekipin kombëtar? Pse s'bëhet një strategji e qartë që tani do ndërtojmë, nuk duam të arrijmë asgjë. Jo, po duan të vjedhin lekët ata. Kush ata tuajt, ata që vinë, ata do të vjedhin lekët. Do të marrin lekët e ne ata, ti ikin prapë. Po mirë, ata shikohen, vëzhgohen para se të marrin. Mos e kohën të Utës, se zakonisht për hir Për vërtetës. ekipin kombëtar. Jo, për hir të ekipit kombëtar unë ditë të flas mirë. Po pra po. Për ekipin kombëtar. Ekipin Ata kombëtar. që nuk na vinë me zorë, nuk i marrim ne. Unë kam ja 10 intervista për ekipin kombëtar. Po se di, unë tani po të dëgjoj për ekipin kombëtar. Kështu që ndaj të pyes. Ky i ka dëgjuar dhe i ka lexuar. Mos ja merr kohën të Utës. Mos ja merr kohën të Utës. Ndoshta do ketë kohë. Nuk e marrë se ata shkon te Utës. Dakor. I thash atë që thash ka dërtuar stanjacionin dhe ka ngritur ekipin dhe sot pretendon. Bravo I qoftë. Ky do të jetë edhe shembulli për ekipin kombëtar. Ky do të jetë edhe shembull për ekipin kombëtar, domethënë, që I cili duhet të marrin ata çunat e rinj. Të marrin ata çunat e rinj dhe mos merret akoma me mos të përmend ca emra, unë tani se I kam dhe miq edhe shok. Edhe Sefa, sa reale janë këto pretendimet e Teutës, ose kjo e curi? Keni besim se mund të vazhdoj, si e shikoni si skuadër? Mos gaboj ende nuk keni përballur. Jo, për mendimin tim është me meri, domethënë në vend parë, është ekipi që ka pasuar më pak gola më duket nga gjithë ekipet. 4 gola në 9 javë. Që fiton 1-0, 0-1, edhe për mendimin tim është me meri, domethënë. Ka krijuar një grup të mirë dhe them që e meriton veten e parë. Është skuadër që edhe kur e ka problem për të shënuar, e ke shumë problem ti shënosh atë. Ti të normal. Ke të distancionin tim. Jemi atë që duhet të bërë ekipi I ri. Po. Ë? Po. Selimi, Se më mos jeni në ekip kombëtar, por të jenë ata. Edhe të presin te ju, të presim një 3-4 vjet ne dhe pastaj bëni ndonjë gjë. Selimi, një Teutë që nuk ka psuar në shtëpi, do e vizitoni javën e ardhshme mos gaboj. Po, e vërtet është, po. Po, mbrojnë mirë, nuk kam parë shumë neshe, po e shoh që mbrojnë mirë dhe nuk e di si do të reagojnë në rast që... Në rast se pësojnë. Se pësojnë gol, po. Shpresoj që do të pësojnë gol, edhe të shofim. Jetë mirë, kjo e curie të Utës është reale apo virtuale? Virtuale flas në të ardhmen. U bën 9 javë, ka treguar, është 1/3 e kampionatit, nuk është pak. Po. Më shumë se 1/3, nuk mund të jesh rastisht pas 9 javësh dhe nuk është rastisht kaq solide. Teuta është një skuadër disiplinuar, e ndërtuar mirë, do janë ndërtuar elementët e rinj me ata me eksperiencë, një skuadër që e di çfarë do në fush, një skuadër me ide të qarta, një skuadër që mbi të gjitha, edhe pse është në vendin e parë, unë nuk kam parë ndonjë lojtar të Utës apo trajner thonë që ne duam titullin, ne duam. Eksakt, po ndoshta edhe ne për këtë arsye nuk e besojmë, se nëse pyet Tiranës, to Tirana është çdo sezon kampion. Nuk do të thotë që ata realisht nuk janë me marshin e kampionit. Në gjykimin tim Teuta sot është një pretendente, një nga pretendentet serioze, nuk mund të them kryesore, po serioze për titullin deri në fund. Se çan ndodh më mbrapa pastaj është tjetër gjë. Pragmatiste të Utës, më thënë është një skuadër që e cila në këto momente, nëse jemi mësuar të shikonim Tiranën kur ditë kampion, Dinamo kur ditë kampion, apo dhe skuadra të tjera, qoftë dhe Elbasanin, për skuadra të tjera. Për momentin ne në momente të caktuara kemi parë fitoret të tyre, por kemi parë edhe lojë të bukur, kemi parë edhe spektakël. Jo se nuk kemi parë lojë të bukur momentalisht ke Teuta, po do thoja personalisht kam parë disa ndeshje të Teutës të vit, domethënë kam parë fitoren me Flamurtarin. Unë do thoja ardhjet, prurjet e Teutës, domethënë edhe pse janë çunat të ri, të paktën futbollisti Elbasana Zhyshmeri, I cili ka ardhur nga Elbasani tek Teuta, unë do thoja
është një futbollist i cili ka dhënë një frymarrje shumë të madhe. Edhe për sa i përket mes fushës, lidhjes ndërmjet dy reparte, por edhe për të goditur portën, domethënë goli që ka shënuar me Flamurtarin. Edhe një rast tjetër mbas, unë do thoya ka lënë, është një futbollist i cili më ndryshe na tani, po them vetëm kaq që dhe stafi i Utës është bërë staf. Sigurisht, atë unë e thash, është luks shumë i madh kesh fillim që të kesh dy trajnerë dhe Sulejman Starova. Domethënë drejtor teknik Sulejman Starova dhe Hasan Lika një dyshe, domethënë që normalisht i kanë dhënë tjetër, domethënë Hasan Lika përforcoi atë që kishte, domethënë Starova vjet. Martini vjet. Normal. Edhe Martini. Zoti Zjaj për kaluar tek Tirana ndoqëm dhe materialin. I fitore 1-0 ndaj Tomorit, por vazhdon ritmin kryesues, 20 pikë në vend dytë. Si shikoni këtë Tiranë këtij sezoni me shumë ndryshime me një trajner të huaj? Tirana gjithjetën ka qenë Tiranë. Dhe Tirana do dhe ofendoheshim, po Sefa do ne thoj, ofendoheshim po ti pyesi që ja pretendoni titullin kampion. Jo, Tirana duhet pretendente për titull kampion. 100% do të pretendente për titull kampion dhe do të jetë serioze deri në fund kampionatit. Se kush do dali, se kush nuk do dali, nuk ka problem. Po Tirana është Tirana, është ekipi i cili ka një strukturë, ka një infrastrukturë të saj të ngritur, ka ca cikle, ka ca gjëra, ka element të rinj, ka element të blerë, ka lek, ka gjëra, është ekip i strukturuar, nuk është. Dhe Tirana do të jetë, se s'bën do të jetë pretendent kryesor i kampionatit. Sipas jush kemi disa skuadra që pretendojnë titullin. Kush i ka ato marzhet më të larta, po themi deri tani? Nuk mund të flas dot, domethënë shumë shpejt, se janë të paktën 5 ekipe janë që pretendojnë për titull kampion, që janë na Tirana, na Durrësi, na Vlora, na Korça, na Kastrioti, na Vllaznia, po të shkojmë ose Laçi. Gjithë Vllaznia, të gjitha burr. Vetë klasifikimi është atill që është një barometër shumë i saktë. Domethënë 5 skuadrat e para ti duke futur këtu edhe Flamurtari me Korçë nuk mund të thuash. Nuk i përjashton dot nga gara për titull. Sefa, si shikoni Tiranën e këtij sezoni? Është ekipi kryesor, është ekipi që do pretendojë, ekipi pretendues, domethënë. Do them që normalisht një nga ekipet më të mira në Shqipëri, edhe është vështirë Tiranën ta mundësh, domethënë. Sigur edhe kur është keq, domethënë. Si është në Tirana tref me fanellë, domethënë, është fanella e rëndë, domethënë e Tiranës. Them që është nga ekipet kryesore për titull kampion, domethënë. Gjithsesi titullin e fundit kampion e ka fituar kur keni qenë dhe ju në fushë. 2008-2009 në atë finalin ndaj Vllaznisë. Ju mungon ndo pak fanella bardhë dhe blu. Normalisht që po, domethënë aty kam dalë si futbollist edhe normalisht më mungon. Dhe shpresoj të rikthehem domethënë prapë. Një rikthim i Sefës te Tirana. Selimi, e keni provuar forcën e kësaj skuadre në kupë, ende jo në kampionat, ndoshta po në kupë e kemi provuar, humbëm neshën, por nuk mendoj që është nuk mund ta marrim atë neshën e kupës edhe ta shohim si lun Tirana në kampionat, por mendoj që është me siguri një ekip që është kryesorja për pretendent edhe për kampionat. Jetmir? Plotësisht dakord me idenë që Tirana do të pretendojë deri në fund. Por ashtu si kundër Tirana ka ecur mirë deri tani, pak, domethënë me zotësi, me një trajner shumë të mirë, me shumë sakrifica, se lojtarët e Tiranës po bëjnë disa sakrifica. Ashtu mendoj ose jam dakord edhe kur trajneri i saj thotë që po eci mirë, por në janar na duhen blerje, na duhen ndryrje në merkato, sepse kur edh vështrimin nga Stoli nuk është se kam shumë garanci. Një skuadër që të luftojë deri në fund, deri në ndeshjen e fundit, sepse si dihet se si shkojnë gjërat, duhet të ketë edhe një stol të mirë dhe alternativa të mira. Gjë që unë mendoj që momentalisht kjo është mangësia e Tiranës, që ka një stol të cunguar, ka pak zgjedhje në dispozicion dhe në rast se kjo skuadër dëshiron vërtet të luftojë për titullin dhe ta fitojë atë, domethënë, mendoj që ka nevojë për disa përforcime në janar. Ka nevojë edhe për gjëra tjera. Nga këto skuadrat e Kreut të mirë, Teuta, Tirana, Kastrioti, Flamurtari, Laçi, Vllaznia dhe Skënderbeu, kush mund të ketë më shumë nevojë në janar, po them? Tirana ishte një nga çështje relative që përgjithsisht e vendosin trajnerët, domethënë ata shohin, domethënë ne nga jashtë na duket sikur X skuadër nuk ka nevojë për asgjë, trajneri i saj mendon të kundërtën, por do të thashë shumë relative. Unë gjykoj që një nga skuadrat që ka më shumë nevojë momentalisht për ndërhyrje, domethënë ose për forcime,
ose për disa përforcime nga pretendentët, mendoj që është Tirana. Ka më pak. Po do thoja unë që Tirana, sigurisht që vetë faktin që Tirana nga mënyra se si filloi kampionatin, ne kemi qenë këtu në studio kur diskutuam Tiranën e Kupave të Evropës, kur diskutuam që atë ndeshje me Spartakun e Trnavës, ne këtu kam qenë në studio kur nga 11 futbollistë, 9 futbollistë nuk ishin qenë pjesë e Tiranës, kur gjysma e Tiranës bënte stërvitje në Maqedoni, gjysma bënte në Tiranë. Megjithatë, Tirana i kaloi këto, është një skuadër e cila me vetë fanellën e rëndë që ka, unë do thoja i kaloi këto. Ka një trajner që është, do thoja, është një luks për kampionatin shqiptar, është një trajner i cili dora e të cilit ndihet tek skuadra e Tiranës. Megjithatë, ka mendimin që Tirana paktën deri në merkaton e janarit duhet paktën të mbajë këtë hap, të jetë një hap i cili ku ne tani jemi pjesë e kësaj dhe shikojmë nëpër media që sepse Jedmiri përmendi që parë për punën e pagesave. Tani sigurisht vetë këtu kemi të bëjmë me 2 futbollista ku normalisht në fund të muajit është si puna e asaj Borderos që vjen fundi muajit, gjithë kanë qejf ta marrin këto lekët. Por kur kjo Borderos shkon 2-3 muaj, sigurisht dhe gjërat e futbollistat janë ata që e ndjejnë më tepër. Por normalisht po them që tani kur dhe kryetari i bashkisë me vizitën që bëri para disa ditësh tek skuadra e Tiranës, do të thoya dha një shpresë më të madhe. Nëpër media kam lexuar që normalisht presidenti Alidi, ish presidenti Alidi, po tashmë i mësuar sepse është një person i cili ka dhënë shumë për Tiranën, normalisht kanë premtuar një rrogë. Kjo Tiranë thashë në janar, unë do thoja përveç Tiranës, janë dhe skuadra tjera që kërkojnë merkato, do thoja për shembull Vllaznia është një skuadër që do të futet në merkato, Flamurtari nëse gjërat për sulmin nuk do të shkojnë mirë, do të futet në merkato, por kjo nuk do thotë që Skënderbeu do të rri apo do të skuadër tjetër jo. Jo, është shumë e thjeshtë, domethënë Tirana e ka të nevojshme edhe për një fakt fare të thjeshtë. Pak ditë para se të fillonte sezoni, humbi ju larguan 7 futbollistë. Po them Kërçiku, Heples, lojtar, Pashaj, Situm, Osmani, e kupton, po janë lojtarë që ishte kriju, ai ishte projekti i Tiranës. Tani të ikin 7 dhe të mos arrisht ti zvendësosh, sigurisht që unë mendoj që Tirana ka dalë dhe jashtë parashikimeve. Një ndër ata që thoshte ose që mendonte se Tirana do kishte probleme me gjithë ato largime, me gjithë ato spostime, isha unë. Okej, ka dalë jashtë parashikimeve për shkak të një grupi të mirë dhe për shkak të një trajneri shumë të mirë dhe stafit. Nuk mund mohoj punën e gjithë stafit aty, nga i parit e i fundit. Por ka lojtar për të zvendësuar në mënyrë emergjente. Megjithatë, futbollistët e larguar duhet të shojë diçka këtu me ardhin e Durrës, kuptohet, Tirana ka marrë një tjetër formë, është një futbollist, domethënë futbollist i ekipit kombëtar, një futbollist që të kuptojmë Otami, po tani kur mungon një qendërmbrojtës Luna Ahmata, një qendërmbrojtje Sorbur tani. Tani a kupton? Kjo është edhe ndaj Skënderbeut, në ndeshje të mirë, dakor. Kjo është situata e Tiranës. Mirë, nuk është çështja pse ikën dhe pse sikën. Unë si hyj kësaj, unë them si është situata sot. Shfrytzuan dhe momentin dhe ikën. Po nuk e hyj fare kësaj çështje, unë them si është kjo skuadër sot, a ka nevojë apo s'ka. Mirë, pra ishte shoh që Amataj për shembull luan qendër mbrojtjes. Që nuk është aq komode për Tiranën kjo, nuk është aq normale për Tiranën. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi për pjesën e fundit. Thellohet edhe më shumë kriza e Dinamos. Blut e kryeqytetit humbasin edhe ndaj Kastriotit në ndeshjen e javës së 9 të Superligës dhe vazhdojnë të mbeten me -1 pikë në klasifikim. Nuk është e thënë që do zhvillosh një ndeshje të mirë dhe të kesh raste për gola, po nuk konkretizove, do e pësosh dhe kjo i ndodhi Dinamos. Pal një golit shnuar me kokë nga Jetmir Sefa, Kastrioti merr 3 pikë të rëndësishme në Qemal Stafa dhe shko në kuotën e 18 pikëve, jo pak për një skuadër që gjithsesi këtë sezon ka pretendime të qarta. Tek Dinamo dorëzohet edhe trajneri Sejdini, i cili pas takimit ka dhënë dorëheqjen përsa i përket ndeshjes. Skuadrat ishin me formacionet e tyre më të mira, ku Dinamo e udhëhequr nga Bekim Kuli ishte në kërkim të fitores së parë. Në impjantin kombëtar më të shumt në numër ishin tifozët e ardhur nga Kruja se sa ata të Dinamos. Kryeqytetësit të udhëhequr nga Sejdini nga pankina më shumë se njëherë shkojnë shumë pranë golit me Imamin e ndonjë tjetër, por vendimtar me ndërhyrjet e tij është treguar portieri mik. Kastrioti ishte i plot në kontingjent me rikthimin e Alikajt dhe të kapitenit Caca, por nuk ka qenë shumë konkret. Kryetanet po e tregojnë se dal nga dal po shndërrojnë një skuadër të madhe dhe këtë tregon fakti që fitojnë një ndeshje edhe pa luajtur mirë. Fal kualiteteve individuale, Kastrioti e zgjidh ndeshjen. Jetmir Sefa pas një zhytje të bukur me kokë shënon golin e fitores në minutën e 78 të takimit dhe tek Kastrioti shpërthen festa jo vetëm në pankinë, por edhe në tribuna. Goli radhës për Sefën që po tregon se është vendimtar në skuadër.
Debatet ashpra ka pasur trajneri Krutan Vendreu me tifozët Vendas, aq sa është detyruar edhe që të largohet nga pankina. Ato që kanë rëndësi janë 3 pikët dhe Kastriotit i dhuroi goli Sefës. 18 pikë të merituara në klasifikim dhe tani pretendimet rriten për skuadrën krutane. Dinamo thellësisht në krizë dhe jetime. I mërkëtyre sërish, Sefa, një gol 3 pikësh për i fitore vuajtër. Ishte ndeshje e fortë domethënë, edhe Dinamo na vuri shumë presion, çdo një ndeshje të mirë. Nuk e prisim fakt. Megjithatë me fat fituan domethënë, Dinamo isha afër fitores më shumë se ne. Ne merituam, po me fat domethënë, merituam fitore me fat. 9 javë, 18 pikë, 6 fitore, 3 humbje mos gaboj, sepse është një pikavarazh po themi i rumbullakët. Synimet e Kastriotit janë për titull apo për Kupën e Evropës? Synimet tona janë afër kreut domethënë. Kjo afër kreut është tek shumë skuadra. Tash normalisht qofse jena afër kreut pretendojmë edhe për lart dhe për kampion domethënë. Normalisht duhet jena me këmbë tokë domethënë, duhet të marrim ndeshjet një nga një, të fitojmë gjithë ndeshjet. Edhe pastaj të shohim edhe rivalet, qofse gabojnë, edhe ne ecim para dhe mund dalim kampion. Them që kena një grup mirë, domethënë një ekip të mirë, i ndërtuar mirë. Dhe normalisht këtë vit pretendojmë domethënë. Si është atmosfera, si punohet dhe këtë sezon, edhe pse ju keni disa muaj që keni shkuar në Krujë, nuk është se jeni një lojtar që kërkohet me ngulm rezultati edhe nga drejtuesit dhe nga tifozët. Jo, gjithçka është në rregull, e qetë, gjithçka normalisht domethënë. Normalisht pretendime ka domethënë, se janë bërë investime të mëdha domethënë dhe për vendet e para. Deri tani kena fituar dhe jena mirë domethënë, pretendojmë sa më lart. Zuzjaj, një Kastriot që fiton 18 pikë, shohim edhe golin e Sefës, por nga ana tjetër kemi Dinamo, zhytet akoma në thellë në krizë dhe kemi dhe largimin e zotit Sejdini. Unë e kam quajtur Dinamo jetime, ndoshta e kam marrë mërgjyshje ose por realisht kur largohet dhe Sejdini. Shko, Dinamo është gjunaqi në kampionatin shqiptar. Dhe po të largohet është skandali jonë, domethënë, skandali është i federatës tonë, jo i Dinamos. Pse, se ne nuk kemi pronocuar fare asnjë lloj momenti për krizën që ka kaluar Dinamos. Domethënë, ne duhet të mbrojmë gjithë investitorët tanë, ata të cilët e kanë kontribuar për sportin, qoftë edhe Berxhani, qoftë edhe tjetrin që përmendi pak tani që në para. Kushdo që ka kontribuar për sportin, sido që të jetë, ka kontribuar për sportin dhe ka dhënë për sportin. Ndërsa, përsa i përket Dinamo sot, domethënë, më vjen keq që Dinamo është për dalë nga kategoria dhe del nga kategoria. Largimi Sejdinit është largim moral i tij. Sejdini është shnjojtur, domethënë, unë kam lozur pak ditë me Farukun, dhe Faruku është karakter, nuk është, domethënë, pavarësisht çfarë njohje, çfarë ashu ka për sportin dhe për gjitha gjërat, ai është karakter në sport edhe sido që ti e domethënë, njeriu me karakter tregon domethënë momentet kyçe të tija, thotë që unë po largohem dhe po iki, domethënë se nuk kam çfarë bëj më këtij ekipi. Selimi, me Kastriotin luani afërsisht një derbi, po them kur përballeni, me pikë krutanët janë mjaft mirë këtë sezon, si e shikoni si skuadër? Po, si skuadër janë larguar nga skuadra e vjeçme, janë larguar shumë lojtarë, por kanë bërë blerje të mira, kanë ekip të mirë dhe mendoj që edhe Kastrioti është pretendent për kampion. Edhe mendoj që derbi do të bëhet pak më mirë sezon të kaluar. Ta një skuadër që kanë ndryshuar shumë realisht. Janë afruar për të së vërtetës shumë futbollistë. Kanë ndryshuar shumë për sa i përket edhe mentalitetit, pasi shumë futbollistë kanë ardhur tek skuadra e Kastriotit. Unë do thoja do të filloja me Gramin, do të filloja me Argentinasin, Malakarën, Sefën që kemi këtu është afruar këtë sezon. Domethënë kemi Plaku, Pashaj, kemi disa futbollista që tashmë te Kastrioti janë
nga edicioni kaluar kanë fituar Kupën Republike, kanë dalë kampion, kanë dalë në kampion, domethënë ajo që duhet ndryshojë Kastrioti është, domethënë vërtet ashtu si thot Zjai është mentaliteti, domethënë për se parë Kastriotin atë skuadër, kur siç e kemi parë në edicionet e kaluar, ishte një Kastriot që bënte play-out, ishte një Kastriot që dilte ose një Kastriot që pikërisht në javët e fundit të kampionatit mundohej të bënte të merrte mbijetesën. Investimi te Kastrioti këtë vit është bërë shumë i madh. Thoya është bërë shumë i madh sepse tani ata investitorë, ata donatorë që japin te Kastrioti, normalisht kërkojnë të marrin frutet e veta. Drejtuesit e Kastriotit asnjëherë nuk kanë thënë që ky Kastriot është për kampion, të njëjtën gjë që bën presidenti i asambelliu nga krahun tjetër së bashku me stafin e vet kur janë shumë të matur për sa i përket gjërave që kjo Teut, ky Kastriot, sepse për vet skuadrat janë pak të brishta për sa i përket anës fanellës, për sa i përket shumë gjëra. Domethënë është e vërtetë që thot Tirana dhe Dinamo që ne futemi për kampion, por sigurisht janë gjëra të tjera që e bëjnë atë, domethënë është historia mbrapa. Ndërkohë, nga krahu tjetër Kastrioti i ka të gjitha mundësitë, por pozitive është ajo që Kastrioti ju thatë që ka bërë 6 fitore, 3 barazime. Më falni 3 humbje. Mos harrojmë se këto 3 humbje Kastrioti ka bërë me Tiranën, me Skënderbeun dhe me Flamurtarin. Domethënë, ka hequr 2 nga rivalet kryesore, sepse në një ndeshje që mund të bëj në fazën e dytë me Tiranën në Tiranë, Kastrioti mund ta quajë si ndeshje derbi, se ç'bërin në Krujë, ç'bërin në Tiranë. Por Flamurtari dhe edhe Skënderbeu do të vinë në Krujë edhe do të shikojmë pastaj që do të bie kalaja e Krujës apo do të dorëzohen ata vetë. Jetë mirë, ka filluar të paktën edhe nga deklaratat e trajnerit Ndreu, ka filluar që të paktën në lidhje me gjykimet ankohej, po e themi shpesh fillimin e sezonit, ndërsa në një prononcim para kësaj ndeshje ka thënë që edhe nga arbitrat kemi filluar që të shihemi si një skuadër më me emër, më kur skuadra ecën mirë ka dhe efekte tjera, domethënë vjen më pak re, domethënë ato penalizimet që të bëjnë një arbitër me dashje apo pa dashje, sepse skuadra arrin edhe të t'i kalojë këto probleme. Kompliment e Kastriotit, ka ecur mirë, ka bërë shpenzime, ka ecur goxha mirë. Unë mendoj që kjo skuadër që denjë të luftoj por qoftë edhe për një vend në Evropë edhe të bëj një surprizë si kundër bëri Laçi pak vitën parë, nuk duhet i vënë presion futbollistët me atë ngulmin e madh, duam titullin, duam vendin e dytë kështu, ti lën të luajnë qetë sepse mirë kanë ecur deri tani. Unë tani nuk i hyn hak se nuk e di çfarë objektivash real ka Kastrioti. Mirë ka ndodhur shpesh kampionat kjo se Elbasani doli në kampion, pastaj doli kampion. Por mua vjen shumë keq për Dinamo. Dinamo sot praktikisht është rënë nga kategoria. Me këtë ecuri që ka, është me -1 pikë. Është paradoks i madh. Kjo akademi e futbollit, ky emër i madh i futbollit shqiptar, sot domethënë po shuhet. Në gjykimin tim po ecën edhe në gjurmët e Partizanit. Unë shpresoj të mos përfundojë ashtu, të mos ngelet jashtë, megjithëse ka filluar të ngelet jashtë. Sejdini vazhdimisht pati thënë me zë të lartë, ore po na lën, nuk po na lën stërvitemi, ore lojtarët po zhvishen jashtë, ore po na ndrojnë oraret e stërvitjeve sipas tekave, nuk e vuri ujë njëri në zjarr. Nuk e di, më vjen realisht shumë keq për Dinamon, sepse futbolli shqiptar po humb një akademi, po humb një emër, po humb imazh, një pjesë të imazhit të tij. Dinamo është dhe imazh. Na ikte edhe Dinamo do ishte tepër realisht. Po ikën, sigurisht po ikën. Sefa 2 gola në 9 javë, e keni si objektiv apo është për ndihmuar skuadrën? Kjo është për ndihmuar skuadrën. Kur janë gola 3 pikësh është më mirë, është shumë mirë për mua edhe për skuadrën, më thënë. Normalisht për skuadrën fillim, pastaj për vete. Okej, do të shkojmë ndjekim edhe materialet e tjera, ndeshje të tjera zhvilluara, fitoren e Vllaznis, fitoren e Laçit ndaj skuadrës Kamzës dhe fitoren e Bylisit, rikthehen Malla Kastriot tek fitoria, ndjekim edhe 3 ndeshjet e fundit dhe rikthehemi sërish. Vllaznia ka gjetur më në fund fitoren e parë në transfert dhe këtë e ka bërë duke shënuar një golat përballa Apollonisë pa fuqishme. Shkodranët kanë fituar në stadionin Loni Papuçiu ndaj Apollonisë Vendase me rezultatin e thellë 4-1. Të besuarit e Rudi Vatës ka nisur shumë shpejt ndeshjen me gol dhe për këtë ka menduar i riu i talentuar Karakaçi në minutën e 23. Një goditje spektakolare e tij lanë në vend portierin Klodian Xhelilaj. Vendasit nuk janë fare dakord me këtë rezultat dhe bëjnë përpjekjet e tyre për të barazuar shifrat. Goli vjen në minutën e 44 me të zakonshmin kapitenin Julian Gërxha. Ai shënon një gol spektakolar pas një goditje dënimi nga jashtë zonës. Kapiteni Fierakëve vërtet ka shënuar gola të tillë nga goditjet e lira, por ky ndaj Vllaznis ishte me të vërtetë mrekullueshëm. Pjesa e dytë nis me Apolloninë sulm dhe Vllaznin në mbrojtje. Vajushi e Suka janë nga smues për mbrojtjen dhe portierin Fierak.
Pasha dhe Andi Ribaj kishin mundësi të pastra shënimi, por Vujadinovic doli i fituar me ta. Portieri malazez ka bërë mrekulli në minutën e 53, kur Andi Ribaj i vetëm nuk arrin të shënojë. Por shkodranët tenton Vajushi, por Klodian Xhelilaj grushton mjaft bukur. Gjithsesi, Vllaznia gjeti forcë të kundër përgjigjet dhe shënoi me anë të Dritan Smajlit në minutën e 68 me një goditje të fortë me kokë brenda zonës. Firakët nuk e prisnin dhe shkodranët i imponohen me forcë edhe në minutat në vazhdim skuadrës vendese. Golin e tretë për të besuarit e Vatës e shënon Xhevahir Sukaj në minutën e 75 me një gjuajtje të bukur brenda zonës. Golin e 9 sezonal Sukaj ja shënon Firakëve dhe mban premtimin, ndërkohë që golin e 4 e ka shënuar talenti Armando Vajushi në minutën e 82 për të vullosur rezultatin përfundimtar Apollonia 1 e Vllaznia 4. Me këtë fitore Vllaznia është ngjitur në kotën e 14 pikëve, ndërsa Apollonia ngelet me 8 pikë. Rudi Vata ka siguruar fitoren e parë në drejtimin e shkodranëve pas barazimit ndaj Bylisit, ndërsa trajneri ka theksuar se duhet ende punë për të parë Vllaznin që ai dëshiron. Laçi e Vildedes rikthehet tek fitoria. Duket se periudha e pauzës i ka bërë mirë kurbinasve, të cilët me vetëm një gol të shënuar likuidojnë një kundërshtar direkt si Kamzën. Goli shënuar nga mesfushori Zefi në minutën e 37 të takimit i ka dhënë një 3 pikë shumë të rëndësishëm skuadrës bardhëzi. Ishte parashikuar të ishte një ndeshje hapur dhe me raste, Laçi Kamza dhe takimi nuk i ka tradhtuar parashikimet. Përpara momentit të golit, të dyja skuadrat shumë mirë mund të kishin shënuar. Për kurbinasit, një rast të pastër ka pasur Nexhmedin Selimi, i cili brenda zonës nuk ka gjetur në momentin e duhur koordinimin për të gjuajtur. Gentian Manuka, pak minuta më pas, ka pasur një rast të mirë për Kamzën, por gjuajtja ka qenë e lehtë dhe Bledar Vashaku ka pritur pa probleme. Më pas vjen goli 3 pikësh në minutën e 37, ku Zefi me një gjuajtje brenda zonës mposhtë portierin Mario Bytyçi. Laçi ishte dukshëm më superior dhe kjo u duk edhe në pjesën e dytë, ku djemtë e Dedes më synin portën kundërshtare, por pa rezultate konkrete. Kamza përpiqej me kundër sulme dhe me episodet veçanta si ky i Vashakut që për pak sa nuk shënon në portën e tij, por pa sukses. Me vërshëllimën e fundit të Albano Janku, takimi përfundon me fitore 1-0 të Laçit ndaj Kamzës. Kurbinasit ngjiten në kotën e 15 pikëve në vendet e sipërme të renditjes, ndërsa kryeqytetasit mbeten me 13 pikë të grumbulluara. Për Laçin, rikthim tek ndeshjet e bukura dhe te pikët, ndërkohë që Kamza duhet të harrojë sa më shpejt këtë sfidë. Byllisi rikthehet tek fitoria. Ballshotët e drejtuar nga Naxhi Shansoi kanë likuiduar Pogradeci në stadiumin Adush Muça, duke fituar ndeshjen me rezultatin 1-0. Për vendasit në një stadium pa praninë e tifozëve ishte shumë e vështirë edhe kundër një skuadre që tregohej e kujdesshme në prapavijë. Tek Byllisi ishte në fushë edhe kapiteni Dimo që la pas dëmtimin e psuar 2 javë më parë në Shkodër. Për vendasit ka qenë shumë e vështirë të gjejnë golin në mbrojtjen e ngjeshur të miqve. Në momente të tilla, takimet vendosen nga episode dhe nga veprimet individuale. Golin e Byllisit e shënon Mariglen Shoshi, i cili me një të djathtë të fortë nga jashtë zone mposhtë portierin kundërshtar. Minuta 43 dhe Byllisi merr avantazhin 1-0. Rezultati nuk do të ndryshojë deri në fund të takimit dhe vendasit marrin 3 pikë jetike. Pas kësaj fitoreje, Byllisi ngjitet në kotën e 11 pikëve, duke lënë pas Pogradecin me 10 pikë. Për rikthyer kemi ndjekur gjitha materialet e ndeshjeve të mbetura. Jetë mirë, e nisim me Vllaznin, fitoria parë e Vatës, një golead, sulmi Sukaj Vajushi ka qenë gjithmonë okay, por me sfushën e mbrojtjes disi parë e Vllaznis edhe në transfer. Edhe në transfer. Domethënë ishte një fitore me shumë vlera, një fitore që i jep qetësi skuadrës pas një sër rezultatesh, pas disa ndryshimesh qoftë në staf, pas disa qoftë edhe përplasjeve në distancë midis lojtarëve dhe bashkisë. Domethënë sheshoi shumë gjëra. Megjithatë, domethënë Vllaznia tregoi karakter, sepse edhe mund ta kishte humbur ndeshjen. Vllaznia sot ka armën e vet më të fortë sulmin, ka një sulm të shkëlqyer, por realisht ka probleme në dy repartet e tjera, sepse është një skuadër që mezi ndërton, mezi mbron dhe
paktën në aq ndeshje sa kam parë unë Vllaznin, në momentin që Vllaznia humb topin, është domethënë çorientohet, është fare pa sigurt. Domethënë kjo nuk është kjo Vllaznia normale. Vllaznia normale ka stof. Vllaznia është në rangun e Tiranës edhe një rinisi është një piknisje mirë, se çfarë do ndodhi më vonë do të shohim. Drejtuesit kanë premtuar që në janar do ketë disa ndryshime, i kanë lënë dorë të lirë edhe trajnerit që të bëjë ato blerjet apo lëvizjet e nevojshme dhe duhet parë nëse rregullon prapavijen po themi dhe ose më saktë fazën mbrojtëse, unë mendoj që Vllaznia, sepse sot nuk është shumë larg Kreut, Vllaznia mund bëhet një rivale e rrezikshme për cilën do skuadër që pretendon titullin. Tani, lutem një mendim për treja sfidat, shkurtimisht nëse... Jo, do të filloja me Vllaznin, nuk i ka, për them drejtën, i ka ardhur Vllaznis një fitore në transfer pikërisht në atë moment kur Vllaznis i duhej më tepër se kur, kjo për vetë faktin sepse zakonisht kur ndrohen trajnerët, në momentin që Vata e mori Vllaznin, unë do thoja që ishte pritur një fitore me Ballçin, por nuk ndodhi kështu. Gjithsesi ajo ndeshje kaloi dhe vjen një moment që 3 pikët merren në transfert. Në atë transfert, ku ashtu si tha Jetmiri, pikërisht aty ku Vllaznia çalonte, fakti për vetë faktin sepse u largua Josa, për vetë faktin sepse Vllaznia në ndeshjet në transfert ishte një Vllazni ndryshe nga edicionet e tjera, e cila vetëm humbje. Megjithatë, unë do thoja sot në ndeshjen e përballë Apollonis, Vllaznia ka shkëlqyer pikërisht dhe bashkohem plotësisht me atë që thot Jetmiri, ku nëse sulmi Vllaznis është në top form, edhe ai sulm për mendimin tim është, sepse po të shikojmë 9 golat e Sukajt dhe 4 golat e Vajushit, janë 13 gola nga 17 totali që ka shnuar Vllaznia. Laçi? Unë do të thoja Laçi është një skuadër që është vërtet për ta quajtur simpatike, për vetë faktin sepse me lojën që zhvillon, unë do të thoja është pikërisht ai Laç ku kemi parë në këto 2 edicionet e fundit, ku edhe pse nga viti në vit ka probleme për sa i përket, nuk po thoja probleme, por ka largime lojtarësh, edhe këtë vit ka vuajtur disa dëmtime brenda skuadrës, por megjithatë, unë do thoja në fushën e tij është një skuadër që nuk të fal. Selimi, Laçi juaj rikthehet frikshëm le të themi, një skuadër simpatike edhe pse me ndryshimet, paktën ju keni qenë pjesë edhe sezoni kaluar, është ndryshuar edhe trajneri. Është Dede, trajneri i skuadrës. Skuadra nuk është ndryshuar shumë, por mendoj që ka ardhur profesori Nevil Dede dhe po punoj mirë. Edhe duhet të them që nuk i kemi pas çdo ndeshje kemi pas kartona, kemi pas shumë dëmtime dhe edhe ajo ka ndikuar. Po mendoj që në ndeshjen e radhës nuk do të mungosh. Ka megjithatë edhe shumë futbollistë të rinj aktivizuar, domethënë që janë pjesë, mos gaboj janë pjesë e futbollistëve të rinj, domethënë që edhe kjo është shumë pozitive, që nuk e shikojmë shumë në skuadra të tjera. Është praktike Dedes kjo, ka pas Dede dhe bravo. Janë shumë futbollistë të rinj që janë pjesë e skuadrës të Tiranës. Pjesë e futbollit futbollit Kubinas. Gjithsesi, cilat mund të jenë limitet e kësaj skuadre? Objektivat luftoni edhe në kupë dhe në kampionat, edhe në kupë i kushtoni rëndësi, mos gaboj. Po i kushtojmë rëndësi, me siguri, po objektivat kanë qenë gjithmonë ndeshje radhës, edhe ta shohim si do të vazhdojmë. Kemi ndeshje shumë të vështirë me Teutën, por ne do të shkojmë ta fitojmë ndeshjen se kampionati ka 26 ndeshje, edhe duhet një pikë nuk na ndihmon. Duhet ta fitojmë ndeshjen. Në qytet jetohet me futbollin. Ka ndryshuar ndonjë gjë në krahasim me sezonin kaluar apo jo? Ju e njihni mjaft mirë si qytet edhe si mentalitet. Na mungojnë pak tifozët edhe mendoj që do të rikthehen prapë edhe tifozë. Ajo është pika e fortë që kemi pas gjithmonë mbështetjen e tifozëve edhe na mungojnë pak. Struktura e klubit, pagesat gjitha besoj janë okay dhe është e rëndësishme. Kanë qenë presidenti ka qenë gjithmonë korrekt dhe gjithçka është në rregull. Do të shohim tani grafikisht javën e ardhshme, javën e 10 kategorisë superiore, do zhvillohet fundjavën që vjen, në 26 nëntor, ndoshta do të kemi pjesën më të madhe ndeshjeve. E shohim edhe grafikisht Pogradeci Kamza, Teuta Laçi, Kastrioti Shkumbini, Tirana Dinamo, Flamurtari Tomori, Vllaznia Skënderbeu, Bylis Apollonia. Këto janë ndeshjet. Zoti Zjaj, Flamurtari Tomori, mund kemi rikthim në skuadrën vlonjate tek fitoria? Pa diskutim, nëse nuk fiton ndeshjen brenda, domethënë nuk ke pretendime për më tutje. Dhe Vlora, domethënë, nëse nuk duhet të bëj një refleksion ndaj asaj të cilës i ndodhi në pjesën e dytë në Korçë, nuk mund të pretendoj më për titull kampion. Sefa, Kastrioti Shkumbini, kërkohen 3 pikë. Normalisht 3 pikë.
Teuta Laçi. Mund tjetë Laçi dhe eksaktësisht edhe ju Selimi që golin e parë në Durrës t'ia shënoni kësaj Teute. Po, inshallah e shënojmë. Shpresoj. Jetë mirë Vllaznia Skënderbeu. Kryesfida e javës. Ndeshja Okej, nuk mund të injoroj derbin Tirana Dinamo, se mbetet derbi, por mbetet ndoshta ndeshja më interesante sepse do vendosen shumë gjëra. Tani kë shikoni sfidë interesante, kemi Vllaznia Skënderbeu, kemi dhe një derbi. Sigurisht, unë do thoya që ndeshja e Vllaznia Skënderbeu do të jetë një ndeshje vërtet, ndeshja kryesore e javës, por ajo që do të përmendja unë ishte që të vjen keq që do të kemi një derbi Tirana Dinamo, por do ta kemi thjesht vetëm në kornizë sepse ajo do jetë thjesht një ndeshje rradhe dhe nuk mund të ketë kurse si me lidhje me ato derbe që kemi parë deri diku përpara. Megjithatë mund të bëjnë një gjë si ato që bëri me Skënderbeun. Megjithatë, unë do thoja që java do të jetë simpatike, do të jetë e bukur për vetë faktin sepse edhe siç përmenda edhe Teuta Laçi do të jetë një ndeshje, domethënë interesante. Nuk kemi kohë për të parë materialin e kategorisë parë, por shohim shkurtimisht rezultatet, pasi detyrimisht do t'japim kohën edhe kategorisë parë. Shkurtimisht, Beslidhja Gramshi 2-0, Butrindi Bureli 4-0, Elbasani Mamurasi 2-1, Luftëtari Iliria 5-1, Lushnja Besa 1-0, Skarpari Gramozi 3-0, Vlora Kuksi 1-3 dhe Himara Ada 1-1. Këto kanë qenë rezultatet. Do të kalojmë shkurtimisht edhe pak me klasifikimin në sekondat e fundit. Luftëtari 25, Beslidhja 20, Kuksi 20, Lushnja 18, 16 Elbasani, me 14 pikë kemi shumë skuadra, Butrindi, Nadën, Besën, Gramshin dhe Gramozin, Skarpari 13, 11 Mamurasi, 8 Himara, Vlora dhe Bureli dhe 7 pikë Iliria në vend fundit. Të nderuar televizionistë, kemi përfunduar këtu emisionin Eurosport Debat për mbrëmjen e sotme. Kemi diskutuar gjerësisht për javën e 9 në kategorinë superiore. Unë falenderoj ftuarit e mi mbrëmjen e sotme, duke filluar me zotin Alfred Zjaj. Zot Zjaj, faleminderit. Falenderoj futbollistët, Jetmir Sefa i Kastriotit dhe Nezhmedin Selimi i Laçit. Falenderoj dhe kolegët e mi Tami Kona dhe Jetmir Elilaj. Falenderit, bashkë na jemi këtu, miru takofshim dielën e ardhshme.